Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, në koordinim me Ministrinë e Bujqësisë, Plotërisë dhe Zhvillimit Rural, gjatë periudhës prill korrekt 2026 ka realizuar një aksion të zgjeruar të kontrollit në sektorin e qumshtit dhe produkteve të qumshtit, me qëllim verifikimin e sigurisë ushqimore, autenticitetit produkteve, përputhshmërisë së etiketimit me legjislacion në fuqi dhe mbrojtjen e konsumatorit. Për të arritur këtë qëllim, agjencia ka mobilizuar gjitha kapacitetin inspektuese dhe laboratorike në nivel vendi. Janë kryer kontrole në treg, një nënsit prodhuese, në depo, në pikat kufitare dhe tek operatorë ekonomik që ushtrojnë aktivitetin në sektorin e qumshtit. Si rezultat i këtij aksioni janë marrë gjithsej 495 mostra, të cilat janë analizuar për parametra të ndryshëm të autenticitetit dhe sigurisë ushqimore, duke përfshirë përmbajtjen e yndyrës, proteinës, praninë e vajit palmës, yndyrnave bimore, niseshtës apo amidonit dhe qumshtit pluhur. Rezultatet e këtij monitorimi kanë ofruar një pasqyrë të plot, të qartë dhe të bazuar në evidenca mbi gjendjen reale të sektorit. Ky aksion përfaqëson një nga proceset më të gjera dhe më gjithëpërfshirëse të kontrollit zyrtar të ndërmarrë deri më tani në sektorin e qumshtit. Këto kontrolle kanë identifikuar një numër të madh mospërputhjesh. Nga analizat laboratorike janë evidentuar disa mospërputhje në nivel përbërësi. Nga gjithsej 93 mospërputhje të identifikuara, 46 raste ka të bëjnë me praninë ose deklarimin e vajit palmës. Kjo përfaqëson pothuajse gjysmën e të gjitha mospërputhjeve të evidentuara gjatë aksionit dhe e bën vajin e palmës çështjen më të shpesh të identifikuar gjatë kontrolleve tona. Analizat tona që janë realizuar në laboratorin e AUV-it, se në mbi 91% rasteve të mospërputhjeve, përbërësit nuk janë deklaruar në etiket në mënyrën e kërkuar bazuar legjislacionit në fuqi. Kjo nënkupton se konsumatori nuk ka pasur informacion të plot dhe të sakt mbi përbërjen e produktit që ka blerë. Kur një produkt përban vaj palme, yndyrë bimore apo përbërës tjerë alternativ, kjo duhet të deklarohet qartë. Konsumatori duhet të informohet sakt dhe në mënyrë transparente. Kontrollet tona kanë evidentuar gjithashtu se një numër i madh operatorësh ekonomik posedonin aprovime për përpunimin e qumshtit dhe produkteve të qumshtit, por nuk posedonin autorizimet veçanta për prodhimin ose përpunimin e produkteve që përmbajnë vaj palme, yndyrë bimore, qumsh pluhur apo përbërës të tjerë zavendësues. Përveç analizave laboratorike, inspektorët e AUV-it kanë zhvilluar kontrolle të detajuara në objektet prodhuese. Janë verifikuar sistemet e gjykshmërisë, procedurat e hasapit, dokumentacioni teknik, kushtet e prodhimit, etiketimi, ndarja e linjave të prodhimit dhe përputhshmëria e produkteve bazuar legjislacionit në fuqi. Në shumicën e rasteve janë identifikuar praktikat mira dhe standardet e kënaqshme të operimit. Në raste të tjera janë evidentuar mangësi që kanë kërkuar masa korrigjuese të menjëhershme. Bazuar në këto gjetje, agjencia ka vepruar menjëherë. Operatorëve ekonomik ju është kërkuar korrigjimi i etiketimit, deklarimi korrekt i përbërësve, ndarja fizike e produkteve me origjinë shtazore nga produktet me yndyra bimor, si dhe pajisja me autorizimet përkatëse. Në rastet kur janë konstatuar mospërputhje serioze, janë ndërmarrë masa administrative përfshirë ndërprerjen e prodhimit dhe tërheqjen e produkteve jo konforme nga tregu. Disa muaj më parë, Ministria e Bujqësisë, Plotërisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë vendosi të intensifikojnë kontrollet zyrtare në sektorin e qumshtit, që nga prilli deri në korrekt për më shumë se 3 muaj ka vazhduar me intensitet të lartë. Gjysma e përqendrimit ka qenë në kufi, produktet që importohen, dhe gjysma tjetër tek produktet e brendshme.
Në fakt është filluar fillimisht tek kufiri dhe pastaj është pasuar me kontrole zyrtare dhe laboratorike brenda tregut. Nuk kishin për qëllim që të gjendet fajtori. Qëllimi ishte që të gjendet e vërteta. Ato duhet të mbështeten në prova, analiza laboratorike, dokumentacion teknik dhe procedura të rregullta administrative. Për këtë arsye, kontrollet u zhvilluan në mënyrë të koordinuar dhe dokumentuar edhe përfshinin kontrole të plota gjithandej. Dua ta theksoj edhe një parim themelor, në një shtet demokratik, raportet e kontrollit zyrtare nuk janë qëllim në vete. Ato janë instrument për të mbrojtur interesin publik. Institucionet nuk mund të mjaftohen veç me evidentimin e shkeljeve, ato kanë detyrim të reagojnë në mënyrë proporcionale, të ligjshme dhe efektive. Për këtë arsye, raporti dhe konstatimet e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë fillimisht do të ndjekin procedurën siç e parashë ligji për drejtën administrative. Nga sot, unë po ashtu do të nxjerr vendim sa i përket procedurës së zbatimit të ligjit në lidhje me rastet edhe raportin në fjalë. Ai çfarë ne kërkojmë dhe është rëndësishme që të kuptoni. Fillimisht prodhimi i qumshtit dhe aktivitetet të qumshtit dhe qumshti i fermerëve tonë është qumsht që e teston AUV. Qumshti i fermerëve tonë është cilësi që ne e garantojmë përmes kontrolleve zyrtare. Qumshti i fermerëve tonë është qumshti më i miri, por jo gjithmonë pas dorëzimit e ruan atë cilësi. Dhe kjo ka qenë arsyeja e kontrolleve zyrtare pikërisht tek përpunuesit edhe tek distributorët. Aty, siç evidentohet nga raporti, ka të tillë që kanë tradhtu besimin e fermerit dhe kanë tradhtu besimin e konsumatorit. Për këtë, unë i kam kërkuar AUV-it që proporcionalisht, por duhet pas parasysh, interesi jetik i Republikës Kosovës për të mbrojtur konsumatorin, për të mbrojtur shëndetin publik, për të mbrojtur fermerin dhe sigurisht edhe ato aktivitetet të aprovuara, se Kosova ka nevojë që të prodhojë qumsht, Kosova ka nevojë që të prodhojë produkte të qumshtit dhe sigurisht secili partner edhe përpunues që është i gatshëm me punu me AUV-in dhe Ministrinë e Bujqësisë, është e gatshme që ta mbështesë vetëm në ato aktivitete që janë të aprovuara. Ata të cilët kanë lëshuar gabime të tilla në emër të profitit, pa konsideruar ndjeshmërinë e raste të tilla, sigurisht do të parashihen dhe do të përballen me masa korrigjuese. Ato do i komunikoj fillimisht AUV individualisht dhe pastaj ne do të krijojmë një matricë të përposhmërisë. Produktet me shkelje kritike do të rriqin nga tregu. Aktivitetet e paligjshme dhe të pa aprovuara duhet suspendohen, ashtu si kërkon ligji. Dhe gjitha aktivitetet tjera duhet verifikohen në monitorim të rreth të AUV-it, që të sigurohet që Republika e Kosovës, sektori jonë i qumshtit, i përmbush kushtet bazë, siç e parashikojnë rregullorët dhe ligji për ushqim. Unë dëshiroj po ashtu para jush të prezantoj një raport mbi rrjedhën, prezantim mbi rrjedhën se çfarë ka qenë te këto kontrolle zyrtare, për të paralajmëruar po ashtu që në kontrolle të tilla zyrtare do të vazhdojnë në gjithë sektorët. Qëllimi kryesor është ende nuk dëshirojmë të gjejmë fajtorë, dëshirojmë që konsumatori i Kosovës të di çka po hanë e çka po pinë, edhe prodhuesit e vlefshëm dhe të vyshëm të Republikës Kosovës duhet të përshtaten me rregullat e aplikueshme. Tash të shkojmë të tabelet, të komentimit tabelës. Si shqeni, do të të kjo tabel, do të të kolona numër 3 janë emrat e kompanive ku janë marrë mostrat. Dhe kjo është shku në bazë të trendit alfabetik, do të alfabetik të kompanive. Mostra e parë, kodi mostrë, do të 1797, kompania është Aldi, produkti të cilën është marrë nga ana inspektorëve është Gjiz. Këtë mostrë kanë marrë komisioni jonë dhe testimet të cilat janë kryer në vajt palmës dhe yndyrra bimore është si në vijem, do të është detektuar, të kjo mostrë është detektuar vaj palmës. Vaj palmës nuk është deklaruar në këtë produkt, yndyrat nuk janë detektu edhe yndyrat nuk janë deklaru. Komenti është që ky produkt përmban vajt palme,
i cili është detektuar nga ana jonë dhe nuk është deklaruar në produkt. Mostra tjetër të cilat është marrë nga inspektorët veterinar të brendshëm të agjencionit është kompania ABI SHPK, mostra e cila është marrë është krem e freskët dhe të gjeturat janë si një vëjim, do thotë vaj i palmës është detektuar, nuk është i deklaruar ky vaj i palmës në këtë produkt, yndyrë bimore është detektuar edhe nuk është, fakt është e deklaruar yndyrë bimore. Komentin në këtë mostrë të analizuar është se vaj përmban, kjo mostrë përmban vaj i palmës të cilën e kemi detektuar dhe nuk është deklaruar në produkt në paketimin e kësaj mostre. E treta do të prap kemi kompaninë ABI, speca në krem është produkti të cilën është marrë, inspektorët e brendshëm e kanë sjellë këtë mostrë në laborator, vaj i palmës është i detektuar, nuk është deklaruar vaj i palmës, ndërsa yndyrat bimore janë të detektuara dhe nuk është i deklaruar, do thotë yndyrat bimore nuk janë deklaruar. Komenti është se produkti përmban vaj të palmës, të cilën e kemi detektuar, nuk ka qenë i deklaruar në produkt, yndyrë bimore edhe ato i kemi detektuar dhe nuk kanë qenë të deklaruara në produkt. Tjetra është kompania Abrazen, produkti të cilën e kemi testuar është Holla Cream, inspektorët e brendshëm e kanë marrë këtë mostrë, e kanë sjellë në laboratorin tonë. Çka është detektuar do të këtu vaj i palmës në këtë produkt. Nuk është i deklaruar, yndyrat bimore janë gjetur edhe do thotë produkti e ka të deklaruar yndyrën bimore. Komenti është se përmban vaj i palmë produkti dhe është jo i deklaruar. Ta Brazini kemi tjetër mostër qumshti. Veterinarët e brendshëm e kanë sjellë produktin, vaj i palmës është detektuar, vaj i palmës nuk është i deklaruar, yndyrat bimore nuk janë të detektuara dhe nuk është deklaruar, do thotë ky produkt përmban vaj i palmës edhe nuk është i deklaruar në këtë produkt. Produkt tjetër është qumshti UHT të njëjta kompani, veterinarët e brendshëm e kanë sjellë mostrën, yndyra vaj i palmës është i detektuar, nuk është i deklaruar, yndyrat të tjera do thotë bimore janë të detektuara dhe nuk janë të deklaruara. Apo shqit, bardhe. Mostra tjetër është prap qumshti UHT, veterinarët e brendshëm e kanë sjellë këtë produkt, vaj i palmës është detektuar, nuk është i deklaruar, yndyrat bimore janë të detektuar dhe nuk është i deklaruar, nuk janë të deklaruar këto yndyrat bimore. Komenti është se vaj i palmës është detektuar, nuk janë të deklaruar edhe as vaj i palmës as yndyrat bimore. Kompania tjetër me rend është AIKA SHPK, produktin të cilin e kanë sjellë inspektorët është AIK Shmand, është detektuar vaj i palmës, nuk është i deklaruar në produkt në paketim, yndyrat bimore janë të detektuara edhe nuk janë të deklaruara. Me rend është kompania Anor, a e kemi çete? Po, kompania Anor, produkti quhet Double Cream, inspektorët e brendshëm e kanë sjellë këtë mostër, vaj i palmës është i detektuar, nuk është i deklaruar, yndyrat bimore nuk janë të detektuara edhe nuk është deklaruar, do të thotë nëse s'është deklaruar, s'është detektuar. Do të thotë këtu kemi prezente vaj të palmës, të cilën e kemi gjetur në këtë produkt. Kompania tjetër është Best BT, margarin, është marrë inspektor kufitare kanë sjellë, do thotë janë gjetur, do thotë janë gjetur vaj palmës, kjo është gjetur vaj i palmës edhe yndyrat bimore janë gjetur. Mostra tjetër është nga kompania Bylmeti, është krem pite për vakum, produkti është quhet ashtu. Mostrën e kanë sjellë veterinarët e brendshëm.
është gjetur do të thotë vaj i palmës në këtë produkt, nuk është i deklaruar. Yndyrat bimore janë të gjetura edhe nuk janë të deklaruara. Produkti tjetër i marrë nga kompani, nga ana inspektorëve është shmandi freskt, është vaj palmës është i gjetur, nuk është i deklaruar. Yndyrat bimore nuk janë të deklaruara dhe as nuk janë të deklaruara, do të thotë nuk kjo produkt ka pas vetëm se vaj palme. Te kompania Dauti është merren. Po, Dauti. Kompania Dauti, produkti që është marrë nga ana tyre, nga ana inspektorëve veterinarët kufitar, produkti quhet përgatitje ushqimore me yndyrë bimore, oleoskombi, ashtu quhet emri i produktit, është gjetur vaji i palmës, nuk ka qenë i deklaruar. Yndyrat bimore janë gjetur edhe kanë qenë të deklaruara yndyrat bimore në këtë produkt.